Pas komentit se nuk e shite gjistin fitues ndodhe papritura me Glacenon, ndryshon komplet drejtim për gjistin, ka 2 fjale dhe për reglin. Fituesi edicionit të 3 të Big Brother VIP Albania, Glaceno ka shprehur publikisht mbështetjen e saj për këtë banor të këtij sezoni gjistin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo theksoi se gjesti nuk ka rival brenda shtëpisë dhe se të tjerët ose i afrohen prej frikës ose nuk guxojnë ta nominojnë, duke thumbuar hapur edhe Gertën. Në kontekstin që është krijuar aty brenda, unë jam me gjestin, po ma djaloshin pa shkollë, por më i vërteti nga të gjithë, shkruajti aktoria. Egla e njohur për karakterin e saj të fortë dhe qëndrimin në Big Brother VIP, ne konsideron këtë format si një spektakël të paparashikueshëm, ku në film mbrohet njeriu. Ajo gjithashtu shtoi se gjendja psikologjike e banorëve është shpesh e brisht, duke përmendur edhe rrethanat që ndikojnë në sjelljet e tyre, teksa duket se sipas saj gjesti ka mbajtur një qëndrim të qartë dhe të sinqert, teksa tha, është e rëndësishme që në këtë lojë ndjenjat e vërteta të shfaqen, gjesti tregoi një raport të sinqert me të tjerët, dhe kjo është diçka që shpesh mungon në një spektakël të tillë. Teksa Egla e njohur vetë për menaxhimin e emocioneve dhe qasjet e saj pozitive, pohoi se mbështetja për gjestin nuk është vetëm një vendim emocional, por një vlerësim që i ka bërë karakterit të tij, teksa deklaroi: "Të jesh vetveti është një gjë e veçantë në një ambient si ai." Gjesti ka pasur guximin të tregojë se kush është dhe kjo është ajo që e bën të veçantë. Për më tepër, Egla nënvizoi se gjestin e mbështesin shumë nga fansat jashtë, duke bërë atë shpërndarës të energjisë pozitive. Një mbështetje e tillë është e rëndësishme dhe ai e meriton, tha ajo, teksa tha edhe 2 fjalë për Eglin. Një përqafim të ngrohtë Eglit, ndjenja që nuk të kthehen mbrapsht dhimbjen shumë, por ka shërim, ka thënë ajo, duke uruar që të qetësohet tani më që ka dalë jashtë. Ndërsa për Gertën pat një fjali ku e thumboi teksa shkruante: "Disa e kanë frikë, i afrohen, disa nuk guxojnë as ta nxjerrin në nominim e disa të tjerë nuk dinë as nga ta kapin." Ishte komenti i Eglës për Gertën, e cila u kritikua shumë javën e fundit kur pati edhe kutinë e Pandorës se nuk e futi gjestin as pak në nominim.